Ne pritëm që të ketë votim, ndërsa krejt rasisht konstatoj sa deputet janë prezent, që nëse ti ki dëshiru me mbyllë seancën, çka ka rëndësi sa deputet janë prezent. Mbas veprimeve të sotshme, unë besoj se zoti Kurti nuk mundet të delë dhe të deklaroj se opozita po e bllokon punën institucionale dhe konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Ne sot ishim prezent, e pa që kërkua një konsultim dhe kërkoshe me ble kohë që deputetet edhe njëherë formohet komisioni ad hoc për verifikimin e mandateve, gjë që s'ka pas nevojë dhe ne konstatuam se s'ka nevojë sepse një raport i tillë ka arë në seancën plenare dhe me shumicë votash është miratuar edhe pse ka pas vota kundër edhe ka pas abstenime. Ne kemi prit që seanca të vazhdoj, ashtu edhe i tham në konsultime që duhet vazhdoj në pikën që ka ngel, që ka qenë votimi i raportit, sepse në fakt aty ka ngel seanca konstituive e para 48 orëve dhe ne pritëm që të ketë votim, ndërsa krejt rasisht konstatoj sa deputet janë prezent, që nëse ti ki dëshiru me mbyllë seancën, çka ka rëndësi sa deputet janë prezent në sallën plenare dhe pas konstatimit të numrit të deputeteve tregoj që me qenë se s'ka pas konsensus, ne do e mbyllim seancën edhe seanca tjetër do të jetë pas 48 orëve. Kjo është antikushtetuese, është antiligjore, sepse në fakt ai është dashur që këtë raport sot ta hull në votim në mënyrë që deputetet sipas dëshirave dhe qëndrimet votojnë pro, kundër apo të abstenojnë. Dhe nuk e kanë asnjë arsye sot që opozitën me e akuzu për bojkotim të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Faleminderit. Një kandidat, u tha që nuk ka konsenzus, se ju partitë opozitare jeni të një qëndrimi të njëjtë, atë prej kujt është duke mungu konsenzusi dhe çka s'po arrini me pas konsenzus. Kur që të gjithë po deklaroni që jeni për vazhdim të seancës dhe për votim edhe një herë të raportit. E thamë edhe më parë, zoti Kurti po dëshiron me ble kohë për shkak se nuk i ka votat për zgjedhjen e kryeparlamentarit, nuk i ka votat për formimin e qeverisë, nuk e ka shumicën e thjeshtë dhe për këtë arsye po mundohet jashtëligjshëm, antikushtetues, antiligjor ta bëjë zvarritjen e konstituimit të seancës, sepse betimi i deputetëve në nënshkrimin e deklaratit së betimit të deputetëve është një akt formal, ndërsa ne ishim në sallë sot, ne do kishim votuar, nuk është më rëndësi se cili do të kishte qenë vota jonë pro, kundër apo abstenim, sepse në këto raste me shumicë të thjeshtë prej numrit prezent, për shembull nëse sot ashtu siç deklaroi kanë qenë prezent 100 deputet, me 51 vota kish kalu raporti i konstituimit të Kuvendit, ndërsa këta qëllimshëm e bojkotun, e sabotun dhe e mbyllën seancën. A kështu qëndrujen në sallë nëse ishte hedhur në votim ky raport? Na ishim në sallë, në fakt ne ishim në sallë, ne ishim në sallë, gjithë deputetet edhe të opozitës, gjithë kemi qenë në sallë, ndërsa qëndrimi se si do të votojmë është e drejta jonë legjitime si do kishim votuar.